Komuna e Gustivarit dhe Ndërmarrja Publike Komunales në bashkëpunim me Departamentin Zvicran për çështje ekonomike bën prezantimin e projektit për sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm në Gustivar, duke dhënë kështu një zgjidhje afatgjate për sigurimin e ujit të shëndetshëm për pije për qytetin dhe 8 fshatra përreth. Projekti në fjalë kontribuon për zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit të Gustivarit përmes përmirësimit të kushteve për jetë të popullatës, por edhe mbrojtjen e resurseve natyrore. Komuna e Gustivarit dhe Ndërmarrja Publike Komunales në bashkëpunim me Departamentin Zvicran Federal për çështje ekonomike SECO në mjediset e Këshillit të Komunës së Gustivarit bën prezantimin e projektit për sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm në Gustivar. Me këtë rast, u shpalos master planin dhe aktivitetet që janë realizuar dhe pritet të realizohen deri në përmbyllje të projektit, i cili synon rehabilitimin e plotë të sistemit ujësjellësit në qytet dhe në disa fshatra përreth. Michael Dalin, menaxheri i projektit nga kompania e specializuar zvicrane Sink Ingenier SA, prezantoi premisat kryesore të master planit. Qëllimet e projektit janë të shumta, por synimi kryesor është përmirësimi i sistemit të ujit të pijshëm për qytetin e Gustivarit dhe 8 fshatra. Në veçanti, aktivitetet e projektit do të rezultojnë për të pasur sistem të përmirësuar të ujit përmes krijimit të infrastrukturës së nevojshme, po ashtu kualitet të përmirësuar të furnizimit me ujë të pijshëm, kushte të përmirësuara për përdorim efikas të resurseve ujërore, zhvillim të planit kryesor për ujë të pijshëm, por edhe parakushte të zgjeruara për përmirësime të ardhshme të vazhdueshme të sistemit, tha mes tjerash menaxheri i projektit. Drejtori i Ndërmarrjes Publike Komunales, Mehmet Ali Xhaferi, theksoi se aktivitetet e ekspertëve do të përfshin ndërtimin e gypave ndërlidhës në drejtim të sistemit për trajtim të ujit të pijshëm, ndrimin e një ujëmbledhësi me kapacitet 2000 metre kub në afërsi të sistemit, si dhe implementim të masave urgjente për minimizim të humbjes së ujit. Është përgatitur master plani, po ashtu edhe planet për zgjedhjen e problemeve për furnizim me ujë të fshatrave Forin dhe Çegran. Në fazën e përgatitjes është lidhja e anës së djathtë të tubacionit sjellës dhe kthyes në stacionin filtrues. Do të ndërtohet rezervuari në afërsi të stacionit filtrues. Janë kryer punë ndërtimore për ujërat atmosferike në burimin e lumit Vardar dhe janë ndarë mjete për rregullimin e rrjedhjes së lumit Vardar. Po ashtu bëhet edhe sanimi i kaptazhit në fshatin Vërtok, si dhe u hap rruga deri te rezervuari i ujit. Ekspertët e projektit do të realizojnë sistemin për monitorim të ujit dhe do të kryejnë mbrojtjen e ujit nga burimet. Janë kryer edhe investime të tjera, tha mes tjerash drejtori Xhaferi. Gjatë prezantimit, fjalë përshëndetse mbajti shefi kabinetit të kryetarit të komunës Bashkim Masani, i cili shpreu mirënjohje për qeverinë dhe popullin zvicran për mbështetje financiare dhe teknike në drejtim të realizimit të këtij projekti me karakter jetik për qytetarët dhe qytetin e Gustivarit.